Katër ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, rrezikojnë ta kalojnë pjesën e mbetur të jetës së tyre pas hekurave. Prokuroria e specializuar në Hag është treguar e pamëshirshme dhe ka kërkuar jo pak, por për secilin prej tyre 45 vite burg. Pikërisht te ky dënim, shumë ekspert kanë parë edhe absurdin. Si ka mundësi që të katërt të akuzohen për të njëjtat vepra penale dhe për të katërt të kërkohet i njëjti dënim, as më pak dhe as më shumë? Pretenca e prokurorisë së Hagës ka befasuar dhe hidhëruar në dukje jo vetëm ish luftëtarët që rrezikojnë të kalbe në burg, por edhe drejtues të shtetit në Kosovë dhe Shqipëri. Këta të fundit, më në fund, kanë ngritur zërin duke e akuzuar Hagën se po bazohet në prova të servirura nga Serbia dhe po barazon viktimën me agresorin. Teksa Vjosa Osmani dhe Edi Rama i kanë shtuar deklaratat publike kohët e fundit për fatin e ish-krerëve të UÇK-s, lëvizja vetëvendosje e Albin Kurtit vijon të jetë vakët në reagime dhe veprime. As vizita e fundit e Glau Konjufcës nuk është bindëse. Po përse janë shfaqur indiferent drejtuesit e Kosovës dhe Shqipërisë për një kauzë kaq shumë të rëndësishme, ai braktisën Osmani, Kurti dhe Rama, ata që luftuan për lirinë që Kosova gëzon sot? Në fakt, në politikën shqiptare dhe kosovare ekziston një refleks i vjetër, balanca diplomatike kur procesi është në zhvillim dhe retorika e fortë kur procesi hyn në fazë dramatike. Çështja e gjykimit të ish-krerëve të UÇK-s në Hag me kërkesën e prokurorisë për dënime deri në 45 vite burg në shkurt të vitit 2026 e ka çuar këtë refleks në pikën më të dukshme. Pyetja që ngrihet sot nuk është nëse liderët duhet të reagojnë, është pse toni ndryshon pikërisht tani. Kur procesi ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve nisi dhe aktakuzat u formalizuan, reagimet zyrtare nga Tirana dhe Prishtina ishin të matura. Vjosa Osmani në fillimet e procesit në mars të vitit 2023 theksoi respektin për standardet ndërkombëtare dhe mos ndërhyrje në një proces gjyqësor që duhej të zhvillohej sipas rregullave. Qëndrimi institucional i ftohtë për konsistent me rolin e saj si presidente. Edhe Edi Rama në fazat e hershme përdori një gjuhë diplomatike duke ruajtur balancën mes mbështetjes morale për figurat e luftës dhe respektin formal për drejtësinë ndërkombëtare. Ishte periudha e formulës klasike: respektojmë drejtësinë, presim vendimin. Kjo ishte faza kur procesi ishte juridik. Nuk ishte ende kërkesa konkrete për 40-45 vite burg. Nuk ishte kulm emocional publik. Vija kohore e reagimit e Edi Ramës tregon një rritje graduale të tonit gjatë vitit 2025 dhe kulmoi në fillim të vitit 2026. Në 17 shkurt 2025, Rama mbështet publikisht thirrjen e Richard Grenell për lirimin e Thaçit, duke i cilësuar vazhdimin e procesit si një njoll në drejtësinë ndërkombëtare. Në 14 shtator 2025, nga protestat në Hag, ai flet për drejtësi për çlirimtarët e Kosovës, duke u rreshtuar qartë në narrativën që kërkon respekt për luftën e UÇK-s. Në 16 tetor 2025, përballë kritikave nga lëvizja vetëvendosje, mohon se ka ndryshuar qëndrim dhe thot se ka denoncuar procesin si fars sa herë ka pasur mundësi. Në 19-20 dhjetor 2025 publikon takimin me Thaçi në paraburgim në Hag dhe quan procesin teatër turpi të drejtësisë ndërkombëtare, një formulim dukshëm më jashpër. Në 9 dhe 10 shkurt 2026, pas kërkesës së prokurorisë për dënime deri në 45 vite burg, reagimi i tij në rrjetet sociale bëhet emocional dhe i drejtë për drejtë, duke vënë në dyshim logjikën e kërkesave. Në 18 shkurt 2026 publikon videon e fjalës përfundimtare të Thaçit me mesazhin "Liria ka emër". Në vijim shpërndan dhe një bisedë telefonike ku e përshëndet si komandant i pavarësisë. Kjo nuk është një heshtje plotë e ndjekur nga shpërthimi i beft. Është një evoluim, por është e qartë se kulmi i tonit përkon me momentin kur kërkesat për dënime të rënda u bën publike. Qasja e Osmanit, nga institucionalja tek simbolikja. Vjosa Osmani ka ndjekur një linjë më të rezervuar. Në fillim të procesit në vitin 2023, ajo theksoi respektin për standardet ndërkombëtare dhe shmangu çdo ndërhyrje direkte.
Në 17 tetor 2025 mbështet simbolikisht protestat në Tiranë, duke folur për nevojën e drejtësisë që mbron të drejtat e njeriut. Në 9 shkurt 2026 reagon ndaj kërkesës për 45 vite burg, duke theksuar se lufta e UÇK-s ishte e drejtë dhe e pastër, dhe se barazimi i saj me krimet e agresionit serb është i dëmshëm për drejtësinë dhe paqen. Në 17 dhe 18 shkurt 2026, në marshimet masive në Prishtinë, përdor një ton më emotiv duke paraqitur çështjen si rrezik për dinjitetin historik të luftës çlirimtare. Ndryshe nga Rama Osmani nuk ka përdorur formulime të drejtë për drejta kundër gjykatës si institucion. Ajo ka ruajtur vijën, respektojmë drejtësinë, por mbrojmë historinë e luftës. Por çfarë ndryshoi realisht? Duket se 3 faktorë janë vendimtar. Së pari, intensifikimi juridik. Kur procesi kalon nga faza e dëshmive në fazën e kërkesave për 45 vite burg, ai bëhet politikisht i papërballueshëm për të trajtuar me faza neutrale. Shifra 45 vite nuk është abstrakte, është thuajse një jetë. Së dyti, presioni i opinionit publik. Në Kosovë dhe Shqipëri, figura e UÇK-s lidhet me identitetin. Në momentin kur prokuroria kërkon dënime maksimale, heshtja interpretohet si distancim, reagimi fort ul koston e brendshme politike. Dhe së treti, konteksti ndërkombëtar. Çdo lëvizje në Washington përfshir rikthimin e peshës së Donald Trump në skenën politike amerikane, krijon nevojë për ripozicionim rajonal. Liderët e vegjël përpiqen të duken të qartë, të fortë dhe të dobishëm në një arkitekturë të mundshme të renegociuese. Llogari apo bindje? Politika rrallë funksionon vetëm me emocione, por as nuk është vetëm cinizëm. Në fazën e hershme, kostoja e tonit të fortë ishte e lartë, rrezikohej përplasje me partnerët perëndimor dhe me diskursin e reformës në drejtësi. Në fazën aktuale, kostoja e heshtjes është më e lartë se kostoja e reagimit. Pra kemi më shumë një zhvendosje të ekuilibrit sesa një kthes 180 gradë. Diferenca strategjike, Rama Osmani. Rama ka zgjedhur rolin e liderit rajonal me gjuhë polemike dhe simbolike të fortë. Kjo i jep kapital politik në Shqipëri dhe profil jashtë kufive, por e ekspozon më shumë ndaj kritikave për instrumentalizëm. Osmani ka zgjedhur institucionalizmin e kontrolluar. Ajo mbron narrativën e luftës, por shmang sulmin frontal ndaj gjykatës. Kjo ruan marrëdhëniet ndërkombëtare, por e vën në presion për të mos u dukur e ftohtë në syrin e opinionit. Të dyja qasjet janë racionale në logjikën e rolit që secili mban. Nuk është e saktë të thuhet se reagimi erdhi nga hiçi. Ka një vit qëndrimi, sidomos nga Rama që ka evoluar gjatë vitit 2025. Por është po aq e vërtet se intensiteti maksimal përkon me momentin kur procesi hyn në fazë më dramatike. Në politik, koha është mesazh. Kur kërkohen në 45 vite burg, çdo lider e di se historia nuk do të kujtoj frazat e balancuara të fazës së parë, por pozicionimin në momentin e kulmit. Pyetja që mbetet nuk është nëse ka llogari, është nëse ky qëndrim do të mbetet i njëjtë nëse klima ndërkombëtare ndryshon sërish. Sepse për ata që janë në qeli, drejtësia nuk është retorik, është kohë reale, dhe koha ndryshe nga politika nuk negocion.